Së pari këshillohet që të fillohet leximi me librat e qartë dhe të kuptueshëm. Se jo të gjithë librat janë të tillë. Fillohet me një libër, me një broshurë, një libër që flet për tregimin e pejgamberit apo që flet për tregimet e pejgamberëve, libra të cilët bëjnë përmbledhje të mësimeve të fesë apo çfarë do lloj shkence tjetër. Në këtë kuptim mund të na orientojnë apo mund ta shërbejnë edhe njerëzit të cilët kanë eksperiencë në lexim, mund t'i pyesim me çfarë libri më e fillu leximin, si më e fillu leximin, e kështu me radhë. E dyta, të lexojmë para një mësuesi, apo të lexojmë me disa vëllezër musliman. Për njerëzit që nuk janë mësuar me lexuar, pse jo? Mundet para hoxhës të lexojnë një libër, apo me një shok, fillojnë të lexojnë një libër dhe kjo do ta ndihmojnë inshallah taala. E treta është me lexuar pak nga pak. Natyrisht, një njeri që nuk është mësuar me lexu 10 orë në ditë apo 12 orë në ditë e ka të vështirë. Kështu që duhet me filluar pak nga pak. Fillimisht me lexu nga gjysmë orë në ditë, pastaj nga 1 orë, pastaj nga 2 orë derisa të mësohet, si stërvitja e trupit. Ai që nuk është mësuar me bë për shembull 1 orë apo 2 orë vrap në ditët, nuk e ka mundësinë që njerëz me fillu këtë gjë. Do e filloj me 5 minuta, pastaj me 10 minuta vrap, pastaj me një çerek ore, pastaj me 20 minuta, derisa të arrijë gjysmë orë apo 1 orë në ditë stërvitje dhe vrap. E njëjta gjë është edhe stërvitja e trunit. Kemi nevojë ta stërvisim trunin pak nga pak. Këshillohet që me lexu fillimisht për shembull libra tregimesh, siç janë tregimet e profetëve, tregimi i pejgamberit, tregimet e jetës sahabeve, tregime mbi jetën e dietarëve, tregime të mirë dobishëm, jo libra prallash, budalliqesh, domethënë se këto në vend që ta shkatësojnë njeriu, ta nxisin për lexim, ato e dëmtojnë se janë helm. Duhet që të bëjmë kujdes nga ca rreziqe, nga ca gjëra që janë problem të madh. Ka njerëz që janë fillimet e kërkimit të diturisë apo të leximit. Edhe më njëherë fillojnë kritikën. Kritikën ndaj dietarit, ndaj hoxhallarëve, ndaj daveçive, kështu me radhë. Apo më njëherë u lind ajo ideja dhe ndjesia se tashmë është bërë i ditur, meqense ka lexuar 2-3 broshura apo ka dëgjuar 2-3 mësime, e ky është koncepti i gabuar dhe kjo ndoshta mund të bëjë që njeriu të frenohet, ndalet.